Ungjilli I sotëm është shumë I rëndësishme për jetën tonë shpirtërore. Një atë shumë I njohur shpirtëror, porosiste nxënësit e tij dhe gjithë njerëzit takonte, që ta lexoni shpesh Ungjillin. Ai e thonte këtë për një arsye shumë të rëndësishme, sepse kur I lexon rrallë, ndoshta ti mund njohësh historinë, por nuk mbeten në mendje detajet. Dhe Ungjilli I sotëm është pikërisht një ungjill që është tek detajet. Është një nga pjesët më të bukura dhe më poetike të Ungjillit Shën Johanit, dhe kur Zoti shpalos disa gjëra shumë të rëndësishme. Le të ndalemi shkurtimisht te disa gjëra të rëndësishme të këtij ungjilli. Së pari Zoti po kalonte nëpër Samari dhe në një pus që ishte ndërtuar nga patriku Jakov për djalin e tij Josifin, takon një grua samaritane dhe I kërkon që të pinte ujë. Edhe gruaja befasohet dhe thot, ti thot që je një jude, thot, kërkon nga ua që jam një grua samaritane për të pirë ujë, sepse në atë kohë judejt dhe samaritanët ishin në një armiqësi shumë të madhe. Samaritanët ishin dhe pjesë e madhe jude, po ishin përzierë me asirianët, kur mbreti I Babilonisë shpërnguli veriun e Izraelit në Babiloni dhe solli asirian atje, ato u përzin me njëri tjetrin. Dhe jo vetëm thjesht që judejt I shikonin si njerëz që kishin larguar nga fisi dhe nga raca e tyre, por ata ishin edhe heretik, njihnin vetëm 5 libra të Mojsiut dhe nuk I njihnin librat e tjerë të Biblës. Dhe armiqësia ndërmjet tyre ishte shumë e madhe, saqë shpeshherë ekzistonte një lutje kur dilin në mëngjes judejt edhe thonin që Zot thot, mos më lejo thot që të shikoj një samaritan me sy. Dhe para disa vitesh samaritanët kishin hedhur ca kocka të vdekurish në tempull, që ishte sakrilegji më I madh që mund bënte dikush kundër tempullit e besimit judeik të asaj kohe. E megjithatë Zoti ndaloi pikërisht te kjo grua dhe flet shpeshherë me lavdërime për samaritanët. Zoti I thyen barrierat, sepse Zoti erdhi të përhapte një besim që të kuptonin të gjithë njerëzit që Zoti është I të gjithëve. Nuk mund të jetë Zoti të trajtohet si një kryetar partie ose një etnar I një shteti. Zoti është ai që ka krijuar qiellin e dheun, të gjithë njerëzit pa preshtim, edhe kur nuk e njohin Zotin, edhe kur nuk e besojnë, përsëri mbeten bijtë e Zotit në gabim, po bijtë e Tij. Dhe Zoti I afrohet të gjithë njerëzve, sepse ai nuk shikon anën e jashtme, po shikon potencialin që ka tek njerëzit. Zoti dallon ikonën e Tij në çdo person njerëzor. E këtë gjë realizuan edhe shenjtorët, duke u shenjtëruar, duke u pastruar, duke pastruar zemrën, duke ndriçuar mendjen, ata arritën të dallonin në çdo person, në fytyrën e çdo personi ikonën e Perëndis. Ne nuk e shohim këtë sepse sytë tonë janë të verbër. Zemrat tona shpeshherë nuk janë të pastra, nga inatet, mërit, zelit e gjithçka tjetër që e ndyn zemrën e njeriu. Dhe Zoti duke parë potencialin e madh në grua fillon dhe hap një bisedë. Një bisedë që është një bisedë teologjike. E gruaja ishte shumë e mençur, ndonse jeta e saj nga ana morale nuk ishte qenë shumë e shquar, por mençuria e saj ishte. Dhe ajo thellë në shpirt po kërkonte Perëndin, sepse njeriu është një qenie që kërkon. Edhe nëse të kërkojmë, do gjejmë. Kërkoni dhe do gjeni, na thot Perëndia. Problemi I sotëm në qytërimin modern është që njerëzit nuk kërkojnë më shpirtërisht. Prandaj nuk ka përgjigje, sepse s'ka pyetje. Nëse ne do kemi pyetje brenda shpirtit ton, Zoti do gjejë mënyrën për t'u përgjigjur. Dhe pikërisht e nis bisedën me këtë grua për të nxitur besimin e saj. Dhe thot disa fjalë shumë të rëndësishme për krishtërimin. Thot disa fjalë që kanë qenë baza e jetës shpirtërore të krishtërimit. Mbasi I thot dhe I zbulon që ajo kishte pasur 5 burra dhe ky burri që rrinte tani nuk ishte I shoqi I saj dhe ajo kuptoi që ishte një profet. Zoti I thot disa fjalë. Kur ajo I thot që përse thot ne I falemi Perëndis në këtë mal dhe judejt thonë që duhet I falemi në Jerusalem. E Zoti përgjigjet me disa fjalë që duhet I mbajmë ne në mend vazhdimisht. Thot shu dëgjoj grua, thot, po vjen një orë dhe ajo është që falisit e vërtet do I falen Perëndis as në atë mal, as në Jerusalem, po do I falen me frymë dhe të vërtet.
Këto fjalë kanë sjellë revolucionin e madh në jetën shpirtërore që solli Krishti, sepse të gjithë gjërat e tjera, ai mal, ky mal, për të bërë këtë, nuk janë qëllim në vetvete, ato janë mjete, agjërimet, lutjet, gjithçka që bëjmë ne nuk është qëllimi, është mjeti. Ata janë mjekimi për të na shëruar ne, po qëllimi kryesor është për të shëruar. Një peshkop i shenjtë bënte këtë krahasim. Marrim rastin e një bujku, shkon në ar, dhe qëllimi është që të pastrojë arën. Po merr me vete dhe kosoren, merr sopat, merr lopatën, karrocën e gjithçka tjetër. Po nëse ai rri atje dhe nuk e pastron arën, ato mjete nuk do kenë asnjë përfitim. E njëjta gjë ndodh edhe me ne. Le të bëjmë gjithë agjërimet, të bëjmë kreshmet, agripnit, vim çdo të diel në kish. Nëse ne nuk e pastrojmë zemrën tonë, do thotë që s'ka asnjë vlerë ato që kemi bërë ne. Nëse mjetet bëjnë qëllim, ky është shtrëmbrimi i besimit. Dhe shpesh njerëzit prandaj shtrëmbrojnë besimin dhe i kthejnë besimin gati si në magji. Po ta prek atë, po të marr këtë, pa kuptuar që të gjitha ato gjëra janë shumë të mira, po ato janë mjetet për të pastruar arën, që do thotë zemrën tonë. Në historinë e murgjve të shkretirës në Egjiptin e shekujve të parë, ku shkretira lulëzonte nga murgjit, tregohet një histori shumë e bukur. Në një fshat ishte një fshatar shumë i devotshëm, po i pashkolluar dhe nuk dinte shumë gjëra. Dhe toka e tij nuk prodhonte shumë. Gjithmonë atij i dështonte prodhimi. Dhe një herë duke u ankuar bashkëfshatarëve të tij, ato i thonë, po a lutesh ti, thot, kur punon edhe përpiqesh për tokën? I thotë, jo, po duhet lutesh. Në një ishull të Nilit, atje ishte një manastir. E igumeni sa ishte aq i shenjtë, sa që kur vinte në tokë, hidhte rasën në ujë dhe este si për rasos. Dhe shkoi takoi te igumenin dhe i thotë, më mëson një lutje. U përpoqja e tij mësonte një lutje, ky se mbante mend. I thotë, thuaj vetëm mëshiro Zot, dhe është mjaft. Ai e falenderoi, i bëri një metani dhe u kthye. E filloi punën. Gjatë gjithë muajit parë duke thënë mëshiro Zot, mëshiro Zot. Mbas një muaji e harroi. E në vend thonte mëshiro Zot, filloi të thonte mos mëshiro Zot. Dhe u lut gjatë gjithë kohës me këtë lutje. E atë vit prodhimi i tij ishte jashtëzakonshëm. Prodhoi 2 fishin, 3 fishin e fshatarëve të tjerë. E nga mirënjohja mori një masë shumë të madhe, t'ia çonte igumenit. Dhe e gjeti igumenin në çastin ku ai po hidhte rason për të kaluar lumin e Nilit. Dhe i thotë, shumë faleminderit se lutja jote më shpëtoi. Meqense kishte kaluar gati një vit, igumeni nuk e mbante mend. Dhe i thotë, cila lutje? Ajo lutje që më the mos mëshiro Zot. Igumeni thotë, jo, thotë, unë thash mëshiro Zot. Raso filloi të zhyte. E igumeni e kuptoi që ai ndoshta nuk kishte thënë fjalët e sakta, po ishte lutur nga një zemër e pastër. Dhe raso u ngrit përsëri. E kjo histori që vjen nga patrikoni i shkretirës, pikërisht këtë gjënat kujtone. Nëse ne lutemi me një zemër të pastër, lutja jonë nuk do ketë fuqi. Le të njohim gjithë teologjinë, le të njohim gjithçka tjetër rreth fesë. Ta kemi lexuar Ungjillin 100 herë. Nëse ajo nuk është pastruar zemra jonë, ato nuk do kenë vlerë për ne. Gjithçka që ne bëjmë kish janë mjetet, e qëllimi është pastrimi i zemrës. Sepse vetëm një njeri me zemër të pastër mund të arrijë të komunikojë me Perëndin. Si thot Zoti tek lumurimet, lum zemër pastrit se do shohin Perëndin. Dhe nëse do kemi zemrën e pastër, gjithçka realizohet tek ne. Një zemër e pastër ndriçon edhe mendjen, sepse nëse mendja është e errët, mund ndriçohet vetëm nga një zemër e pastër. Nëse ne nuk do kemi zemrën e pastër, edhe sikur të jemi të mençur nga ana mendore, ajo shpeshherë kthehet në diturinë e gjarprit. Se dhe gjarpri shumë i ditur ishte, më i mençur i gjithë kafshëve thohet në Bibël. Edhe djalli është shumë i mençur. Madje ku dikush është shumë i mençur, kështu thon djalli vetë është, por nuk vlen ajo mençuri. Zoti kërkon ne që të lutemi Perëndis me frymë edhe me të vërtetë. E çfarë do thot me frymë dhe të vërtetë? E para duhet thot këtë gjë, që duhet jemi të sinqertë me veten. E duke filluar të sinqert me veten, do fillojmë të jemi të sinqert edhe me tjerët. E duke u përpjekur për të pastruar, Zoti do na ndihmojë e do na sjellë hirin e tij. Shenjtorët ishin njerëz si gjithë secili nga ne. Ato patën besimin dhe u përpoqën me gjithë shpirt që ta pastronin arën e zemrës tyre, edhe me hirin e Perëndis ata e realizuan. E kjo është përmbushja e njeriu. Sepse çfarë është shenjti?
Shenjti është njeriu i plot. Ne jemi njerëz jo të plot. Në kuptimin që nuk jemi njerëz të pastër. Nëse njeri e pastron dhe shëron zemrën e tij, ky është shenjtori. Dhe realizon atë për të cilën ne jemi krijuar. Njeriu ishte krijuar sipas ikonës Perëndis dhe sipas ngjashmërisë. E përmend disa herë këtë gjë sepse është e rëndësishme për ne. Çdo njeri pa preshtim e ka ikonën e Perëndis tek vetja e tij, por ka dhe mundësinë për të bërë ngjashëm me Perëndin. E për të bërë ngjashëm me Perëndin, pikërisht duhet fillojmë të lutemi me frymë e të vërtetë, e të kemi një pastërti në zemër. Mos ta ushqejmë veten me gjëra që e ndynë zemrën. Mund të vim në kish, e mund të ndjekim gjitha rritet, e dalim jashtë, fillojmë përsëri atë jetën që kishim më përpara. Ardhja në kish është një mjet, nuk është qëllimi. Qëllimi është me kungimi me Perëndin. Në zbulesën, Shën Johani thot diçka shumë të rëndësishme. Kur përshkruan parajsën, Jerusalemin e ri, thot të fjalë. Dhe atje s'kishte tempull, sepse Zoti ishte i pranishëm, e ndriçonte gjithë zemrat e njerëzve. Tempulli është një mjet pikërisht për të realizuar kungimin me Zotin e gjallë. A nëse do jemi kungimin me Zotin e gjallë, jeta jonë do ndryshoj krejtësisht, e do japi jetës tonë jo vetëm kuptim, po do japi dritë dhe gëzim, sepse jeta e sotme nga çfarë dallohet? Nga mungesa e gëzimit, e mungesa e dritës në jetë. Njerëzit mund grumullojmë shumë gjëra nga jashtë, po nga brenda fillojnë dhe thahen nëse nuk do jetë Zoti i pranishëm. Prandaj dhe pastrimi i zemrës, që është gjëja më kryesore që kërkon Perëndia nga ne, është për të mirën tonë, sepse vetëm me një zemër të pastër ne mund të jemi kungim me Perëndin. E nëse do jemi kungim me Perëndin, gjithçka do ndryshojë. Madje jo vetëm thjesht jeta jonë, po padyshim do ndryshojë dhe jeta që mund të jetë e njerëzve rrotullnesh, sepse një kandil edhe një dritë ku ndriçon, edhe në mos jetë ndërgjegjshme, ndriçon tek të tjerët, por një kandil i fikur nuk ndriçon. Prandaj dhe Ungjilli i sotëm na fton gjithë dhe ne për ta ndezur kandilin e shpirtit tonë, që ndriçojmë veten tonë e ta parhapim dëshminë e Krishtit tek gjithë njerëzit që janë rrotullnesh. Amin.